Superliga e basketbollit për meshkuj, që është edhe faza më e nxehtë e sezonit, ka nisur me 2 përballje të para në mes 4 më të mirave të kampionatit, beslidhjes Teutës, Apolonisë dhe Vllaznisë. Sipas kalendarit të përcaktuar, Teuta dhe Apolonia janë përballur të parat në Pallatin e Sportit Ramazaniale të Durrësit, aty ku pas një dueli të ashpër fitues me një pikë diferencë dolën durrësakët, 83-82. Ndërkohë betejë tjetër e çiftit gjysmëfinalist Beslidhja Vllaznia u luajt në Pallatin e Sportit Aslan Rusi të kryeqytetit, një ndeshje kjo që nisi më mirë për lezhjanët e drejtuar nga Shkodrani Afrim Bilali, që dolën fitues periudhës së parë 25-12. Vllaznia drejtuar nga Eni Llazani kundër përgjigjet dhe fiton periudhën e dytë 20-21, por pa shmangur humbjen e pjesës së parë 45-33. Pas kthimit nga llomat e zhveshjes për pushimin mes dy pjesëve, Vllaznia është më e saktë në veprimet e saj, gjë që shpërblet me fitoren e periudhës 11-17 dhe duke shkurtuar disavantazhin. Loja mirë e Vllaznisë vijon edhe në periudhën e katërt, duke mbajtur diferencën në jo më shumë se 4 pikë, madje në disa momente duke patur shanse të shkojë edhe më tej në barazim rezultati. Megjithatë, përvoja dhe kualitetet e beslidhjes kampione bëjnë diferencën, duke bërë që në 5 minutat e fundit të përfitojnë nga shpërdorimi i aksioneve të Vllaznisë dhe të fitojnë të gjithë ndeshjen 78-65. Sipas formulës në gjysmëfinale të fazës play-off, skuadra që arrin të realizojë 3 fitore shkon në finale, që do të thotë se nëse Vllaznia fiton takimin e dytë planifikuar për të luajtur të dielën në Qazim Dervishi prej orës 20, atëherë minimalisht do të luajnë 4 takime dhe nëse në vijim mund të ketë barazim fitoresh, atëherë do të luajë një ndeshje 5 për të fiksuar ekipin finalist.